Ne kemi bën një analizë edhe në kuadër të sfidave të shumta, duke filluar nga ambienti, nga tymosja e doanit në ambientet e mbyllura, por edhe për shembull vaksinimi, sidomos kundër fruthit, pastaj këto moshat me të shtyra, aspekte sociale, si t'i përkrojmë të moshurit, dhe një fushë po ashtu shumë e rëndësishme e përket sigurimeve shëndetësore. Kemi përgatitur një quajmë kampanjë, por kjo është vetëm një iniciativë ku dëshirojmë të sjellim hapësirë për dialog, për me përcjell informata tek të gjithë, se si është gjendja, cilat janë faktet dhe se si të veprojmë. Është një thirrje për me vepru të gjithë. Po e marrim shembull tymosja e duhanit, është siç e dim të gjithë ne, shkenca ka treguar, është dëshmuar se tymosja, qoftë ajo aktive apo pasive, është e dëmshme. I dëmton rrugët e frymarrjes, i dëmton sidomos ka pasojë tek shtazana, tek fëmijët, ka dëme të shumta. Edhe kur këtu ndikojnë ne sëmurimi, kur sëmurimi, atëherë ne shpenzojmë edhe buxhetin familjar. Kur e shpenzojmë buxhetin familjar, ne e sjellim familjen në varfëri. Është një proces ku të gjithë humbin. Përveç kësaj, fatkeqësisht, edhe pse ekzistojnë ligje për kontrollin e duhanit, ky ligj nuk po zbatohet. Dhe ne po mundohemi të avokojmë, të ngrisim vetdijen, të thrasim të gjithë të veprojmë. Është përgjegjësi të gjithë neve. Të gjithë ne duhet të veprojmë për me të dashurit tonë. Po e marrim shembull, nëse shkojmë në një ambient të mbyllur, në një kafeteri, apo edhe shohim vetura ku tymosi duhani në pranitë e fëmijëve. Kjo është shumë e dëmshme. Dhe ne apelojmë që të konsiderohet kjo dhe të respektohet ligjit, na mundësohet që të kemi një hapësirë pa tymdani. Kjo është si proces apo parandalim, është mënyrë për me parandalu sëmundje të ndryshme. Dhe për këtë arsye dhe krejt kampanja është duke ushqelu në investim, siç e përmendë, në shëndet, të mos konsiderohet shëndeti vetëm kur të sëmurimi, ose kur kemi ndonjë gjendje tjetër, por ta konsiderojmë në çdo ditë, investim. Kjo është përveç kësaj investim edhe të qëndrojmë, apo të mos im duhani, po të qëndrojmë në ambiente ku nuk tymoset duhani.